Njëra nga enigmat e kategorisë së parë u zgjidh pasi skuadra kampione u përcaktua dhe bashkë me të njëri nga ekipet që do të jetë në Super League sezonin e ardhshëm. Ky emër është luftëtari pasi Gjirokastritët barazuan 1-1 në fushën e Kukësit pretendent, duke treguar forcë të madhe karakteri. Skuadra mike shënoi shumë shpejt me anë të Lukës në minutën e 7 dhe arriti të përballonte shumë mirë presionin e vendasve për pjesën më të madhe të takimit. Kuksianët patën një mundësi të artë në pjesën e dytë me anë të një penalltie, por që përfundoi jashtë skuadratit të Portës, ndërsa dal nga dal ekipi i trajnerit Shahin Berberi nisi të merrte komandën. Goli i barazimit erdhi pikërisht në minutën e fundit pas një goditje dënimi para zonës. Quajtja nuk ishte shumë pretenduese për portieri Gjirokastrit gaboi gjithçka duke dashur të rrokte topin. Pasi sfera goditi Traun u kthye në lojë dhe Thana u tregua më shpejt se të gjithë duke dërguar në rrjet. Skenat e gëzimit në fushën sportive të Kukësit ishin të jashtëzakonshme, madje pati tifoz jo vetëm u ngjitën në gardin e brendshëm rrethues, por të kaluan brenda në fushë. Për fat policia reagoi në kohë ndaj tyre duke i detyruar të dilnin jashtë. Atmosfera nuk u prish edhe pse pati sende të ndryshme që u hodhën në fushë, në tribunën kryesore dhe prapa portës mike. Në fund Kukësi pati edhe një tjetër mundësi të shkëlqyer për të fituar, por nuk ja doli duke rrezikuar fatin e tij. Kjo sepse Lushnja fitoi 2-1 në fushën e Velipojës dhe tani është vetëm 3 pikë larg vendit të dytë. Java e fundit e kategorisë parë sjell përballjen Lushnja Kukësi dhe një fitore myzeqarve do të bënte që të ishin pikërisht ata direkt në Super League, ndërsa Kukësi do duhet të luante play-offin.